Gjyqi për korrupsion ndaj ish kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi ka vazhduar me dëgjim të dëshmitarëve. Radhën e pati të hënën Edmond Nulleshi, i cili në periudhën qershor-shtator 2022 kishte mbuluar detyrën e drejtorit operativ sa i përket menaxhimit të kapaciteteve dhe shitblerjes së energjisë elektrike në KEK. Në këtë kontekst, ai shpjegoi se si bëi tregtimi i energjisë elektrike. Procesi i tregtimit zhvillohej përmes ankondeve ditore apo mbas nevojave kurdo që ka pas tepris të energjisë elektrike dhe kurdo që kishte nevojë të importohej energji elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës, me rast tesa ju dërgohej të gjitha palëve me të cilat Korporata Energjetike e Kosovës kishte nënshkruar kontratë gjenerale. Nga periudha e aplikimit të tregtimit përmes ankondeve, Nulleshi potencon se KEK nuk kërkonte licenca nga zyra rregullatorit për energji. Kam kuptuar që nga periudha kur kishte filluar tregtimi përmes këtyre ankondeve që do thotë viti 2018, Korporata Energjetike e Kosovës nuk kërkonte licencim nga ZRE për të përfshirë këto palë në proces të tregtimit. Me kontratë gjenerale me KEK, Nulleshi theksoi se kompania HSE ishte që nga viti 2018, ndërkaq licencimi të cilin e kërkonte ZRE-ja. Dëshmitari thotë se ishte parapuar përmes ligjit për energjinë elektrike të vitit 2016. Kompania HSE kishte kontratën e shkuar efekt gjenerale me KEK-un, por datën nuk e di sakt, po më duket ka qenë viti 2018. Me sa kam njohuri, ligji në cilin është thirrë ZRE, ku ka kërku, mbas cilit kërkohet licencimi, ka hyrë fuqinë në vitin 2016. Që si pasojë vjen që baza ligjore ka ekzistuar e njëjtë si në vitin 2022. Një muaj para se Nulleshi ta merrte detyrën e drejtorit të operativës, ZRE kishte filluar procesin e monitorimit të KEK-ut, sa i përket tregtimit pa licenca. Gjatë këtij procesi, Nulleshi thotë se janë shkëmbyer shkresa për të cilat njohuri dhe miratim gjithmonë ka dhënë kryeshefi i KEK-ut. Me strasht është potencu nga ana KEK-ut që KEK do të vazhdojë dhe ka vazhduar me procesin e tregtimit njëjtë si para kërkesës së ZRE-s deri në qartësimin ligjor. Tutje në dëshminë e tij, Nulleshi tha se përmes këtij monitorimi të ZRE-s ishin evidentuar shkeljet ligjore të KEK-ut në tregtimin e energjisë elektrike me kompani të palicencuara. Ky ishte dëshmitari i radhës i prokurorisë speciale, në të cilën mbështetet edhe aktakuza e saj ndaj Nagib Krasniqit për keqpërdorim të detyrës zyrtare duke ia mundsuar tregtimin e energjisë Holding Slovenske Elektrane, në kundërshtim me ligjin për energjinë elektrike dhe ligjit për rregullatorin e energjisë.